Allahun e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që na ka dhuru shumë mirësi. Mirësi e veçantë na ka dhuru në Islam, na ka dhuru Islamin si fe e vetme e pranuar te Allahu dhe na ka bërë pjesëtar hisenik të kësaj feje. Salata dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Është shumë e rëndësishme se Allahu i Madh na ka krijuar për të madhruar Zotin. Dhe gjithë adhurimet tona janë dëshmi që ne nëpërmjet adhurimit afrohemi tek mëshira Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithë adhurimet, llojet e adhurimeve janë që të afrojnë afër mëshirës dhe faljes së Zotit. Porosi. Starto prej këtij muaji të begatshëm, mos le namazin asnjëherë, kur mos e le namazin. Vendos, mos ta lësh namazin në asnjë kohë. 5 kohë namazit vendos se ti falish. Pse? Për shkak se ti e dëshmon besimin tënd tek i Madhi Zot, që ke besuar Allahun me nënshtrimin e fytyrës tënde në sejdë, duke i bërë sejdë Allahut dhe duke i afruar mëshirës Allahut. Vendos mos me lën namazin. Pse? Sepse është prej shtyllave të Islamit, siç na ka treguar profeti jon Muhammed alayhis salam, i cili ka thënë bunya al-islamu ala khamsin, është ngrit Islami në 5 shtylla: shahadet, namaz, Ramazan, zeqat dhe haxh. Mirë po, 3 kushtet e fundit janë me mundësi. Ki shëndet, agjeron. Ke pasuri, jep zeqat. Ke shëndet dhe pasuri, shkon haxh. Ndërsa shahadeti dhe namazi janë obligim i patjetërshëm që nuk bjen në asnjë kohë. Edhe i smur me qenë du të falish namazin në formën që ke mundësi, ul, shtrit në spital, apo je në rrugë, apo je në kohë të gjendjes së luftës, ti nuk ke arsyetim për namazin tënd. Kështu na kanë porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është prej shtyllave të cilët nuk bjen. Dhe kjo është prej sharteve të Islamit. Kjo është prej shkaqeve, prej sebepeve që Allahu prej sharteve të para të adhurimeve na ka bë obligim këtë namaz. Dhe muslimani duhet jetë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm, mos jetë neglizhent ndaj kryerjes së këtij adhurimi madhështor që e dëshmon imanin tënd, se nëse nuk e fal namazin, bëhesh nga kategoria tjetër e të cilëve nuk kanë besuar në Allahun subhanahu wa taala. Kështu ka thënë profeti jon në kuptim të hadithit, se dallimin mes atyre që kanë besuar dhe s'kan besuar është namazi. Dëshmoje, besimtari i nderuar, dëshmoje besimin tanë me namazin tanë. Prandaj mos e le namazin kur. Besimin tanë me mosbesimin e tjerëve e dëshmon ti duke e kryer faljen e namazit. Mos e le namazin kur, për shkak se llogarinë e parë që do ta japish para madhnisë Allahut është namazi. Thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Llogarinë e parë që do ta jep robin ditën e Kiametit është namazi. Prandaj kujdes, llogaria e parë kërkohet nga ti namazi, për shkak se nëse me namazi ke pas punë të mirë, e gjithë veprat pastaj bashkangjiten dhe shpërblehesh tek Zoti. Ndërsa nëse namazin nuk e ke në vend, nëse nuk ke sejdë që i ke bën për Allahun tënd, obligueshmërinë farzet 5 kohë të namazit, hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Siç porosit Allahu, ruani, kujdesuni për namazin tuaj dhe namazin e mesëm dhe jeni të përqendruar në namaz. E prandaj se do të prej llogarisë së parë që do të japish para madhnisë Allahut do të jetë namazi. Të nderuar, namazi është kusht. Duhet ta falish namazin, se namazi është kusht i udhëzimit. Nuk ka mundësi me thënë dikush se unë e kam zemrën e mirë dhe jam i udhëzuar pa sejdë në Allahun. Nuk ka mundësi me qenë nga të udhëzuarit. Allahu në Kur'anin familjar thot: "Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Besimtar janë ata të cilët e falin namazin. Në fillim suratul Bekara Allahu thot: Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Kjo është libër i qartë, Alif Lam Mim, kjo është libër i qartë, la rayba fihi,
që nuk ka shybe në ta, nuk ka dyshim që kjo është fjalë e Zotit. Është udhërrofys për kanë, për njerëzit e devotshëm. I devotshëm ai i cili beson në gajb, i devotshëm është ai i cili fal namaz, i devotshëm është ai i cili jep nga mirësia që Allahu i ka dhënë mirësi atij. Prandaj muslimani duhet me qenë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm dhe duhet se kjo është shkak prej shkaqeve të udhëzimit. Pse të fali namazin? Ose mos e le kur namazin për shkak se namazi të sjellë rahati. Sot është mungesa më e madhe e shpirtit tek shumica e njerëzimit. Sidomos te kategoria e njerëzve që nuk i bëjnë sejdë Allahut. Rahatoje shpirtin tënd me sejdë. Kështu na ka porosit Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili i tha: "Kum ya Bilal, ngriho o Bilal, rihna bis salah", na qetëso, na pusho me namaz. Sot shumica e brengave të njerëzve është mosfalja e namazit. Se namazi është kontakt me Allahun, namazi është përkulje dhe nevojën tënde që e tregon për para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, masi namazi është nevojë e patjetërshme, siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëra besimtari duhet ta pushon zemrën vetëm se me namaz. Edhe nevoja e shpirtit dhe zemrës e kërkon namazin vazhdimërisht. Shumë njerëz janë përtac dembela. Namazi e ban njeriu të jetë aktiv dhe me Allahun vazhdimisht. Prandaj, dhe jo rastisht ky adhurim është 5 herë 5 kohë të namazit në ditë. Nuk është një muaj në vit, nuk është një herë në vit zeqat, nuk është një herë në jetë haxh. Ky namaz, prej kur të hysh në moshën madhore që e plotson kushtet si musliman i moshëritur, i mençur me kushtet e namazit, ti e ke obligim 5 kohë namazit. E 5 kohë namazit nuk mundesh me qenë ti nga njerëzit dembela dhe përtaca. Ti je aktiv me shpirtin dhe zemrën tënde me Allahun tënd, duke e madhruar Allahun subhanahu wa taala. Prandaj namazi e ban njeriu aktiv me kan në lidhje me Zotin dhe ushqen shpirtin tënd, edhe e rahaton shpirtin dhe je aktiv vazhdimisht. Thot Zoti në Kur'an: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa duna al-jahr min al-qawli bil ghaduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin." Ky ajet na porosit që ne ta përmendim Allahun subhanahu wa taala në vetvete dhe me zon. E pastaj Allahu thot: "Wa la takun min al-ghafilin", dhe mos u ban nga njerëzit dembela apo përtaca. Dhe ky ajet neve na ban më aktiv, të na nxit që të jemi aktiv duke i bërë sejdë Allahut. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam se smundje sot është smundje edhe përtatësia, dembellëki se njeriu thot: "Unë hoxhe du Zotin, e besoj pejgamberin, e di që e kam obligim namazin, por çka jam e asgjëson, je dembel." Që ky dembellëki nuk është prej Islamit. Nuk je nga shpëtuari nëse je dembel. Thot pejgamberi alayhis salam: "Men kush prej jush e mbron i fal 5 kohë namazit, lam yakun min al-ghafilin", ai nuk është nga njerëzit gafila apo dembela apo përtaca. Pse ta fali namazin? Ose mos e lë namazin asnjëherë, po fale 5 kohë namazit, sepse kjo është afërsia që të afron ty afër Allahut. Edhe këtë na dëshmon Zoti i Madh. Nëse don besimtari të jetë afër Allahut, është wasjudu waqtarib, bën sejdë ja afër Allahut. Njeriu më afërt i Allahut është në sejdë. Shejtanin alayhi lana, Allahu e largoi pe rahmetit ti për shkak se urdhnoi Zoti mi bë sejdë Ademit në shenjë respekti, mirë pa ai refuzoi dhe nuk i bani sejdë, Allahu e largoi nga rahmeti i tij. Prandaj ti mundesh me qenë i larguar nga rahmeti i Zotit nëse nuk i ban sejdë. E po nëse don të jesh në rahmetin e Allahut, bëni sejdë Zotit. Mos e lë namazin kurr. Mos e lë namazin, se namazi është ngritje e shkallëve. Ne bëjmë vepra të shumta, sakrifica të shumta, me marr pozita të larta në botë, në shoqëri, në rrethin ku jeton, don të bëhesh më i lartë, në pozitën më të lartë të ngritesh. Nëse don të ngritesh tek madhnia e Allahut në ditën e Kiametit, atëherë shtoj sejdët e tua. Mos e lë namazin, falo. Falo. Starta prej këtij Ramazanit begatshëm, asnjëherë mos e lë namazin. Pse? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan." Sa herë që besimtari i ban sejdë Allahut,
Allahu e ngrit në shkallë të larta, në pozita të larta të xhenetit. Mos e lë namazin. Ngritu me namaz se tash ke mundësi të falesh. Mirë po, sot ke kohë për të bërë vepra të mira, ndërsa sot është momenti i veprave të mira. Prej veprave të mira është namazi, ndërsa nesër është koha e llogarisë, se do të japish llogari e nuk ka vepra. Ky namaz, falje, se të ndriçon zemrën dhe mendjen, se është innaha nurun fi dunya wal akhirah, kjo është dritë që Allahu ta ndriçon fytyrën në këtë botë dhe në ahiret, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ky namaz, kjo sejdë e namazit ta ndriçon fytyrën tënde dhe zemrën tënde në këtë dynjë dhe në ahiret. Ky namaz, falu, se të largon ja ban zjarit të xhehenemit haram me djeg çat fytyrë e cila i ban sejdë Allahu subhanahu wa taala. Shumë njerëz bëjnë vepra të këqija për shkak mungesës së namazit. A thu valla, nuk e dim neve fjalën e Zotit se thot Allahu inna salata tanha anil fahsha. Me të vërtetë ky namaz të largon nga veprat e këqija, të largon nga alkooli, të largon nga bixhozi, të largon nga mos respektimi i prindve, të urdhënon vepra të mira. Ky namaz të bën të vëmendshëm, u kanë i vëmendshëm me respektin e prindërve. Ky namaz të bën zemrën e butë dhe të dashur të krijesat. Inna salata tanha anil fahsha. Kjo egërsirë, kjo sjellje e egërt, kjo arrogancë e madhe shoqërore në mesin e familjeve tona që janë, në mesin e shoqërisë tonë, është mungesa e sejdëve. Se nëse i bëjmë sejdët si duhet, atëherë edhe namazi do të jetë efikas dhe do të largon nga veprat e këqija. Ka thënë Hasan al-Basri rahimahullahu taala, nëse namazi njeriu nuk e largon nga veprat e këqija, se kjo pyetje paraqitet te shumë besimtar. Unë e fali namazin, po të njëjtën kohë dhe veprat e këqija i bëj. Atëherë namazi jot nuk është efikas, namazi jot nuk është me frikë dhe me respekt. Prandaj këtë frikë dhe respekt shtoje se Allahu i madh nëpërmjet namazit largon nga veprat e këqija. Dëgjoni më vëmendje. Falë namazin, po para se me fal edhe namazin, nëse do të kesh frikë, respekt në namaz, respektoj prindërit e tu, se ata që i respektojnë prindërit, që ka lidhshmëri me frikën brenda namazit, Allahu e ban prej atyre që kanë frikë namaz, e Allahu ja pranon adhurimet atij. Ky namaz, falë namazin, se ky namaz të afron njeriu nga Zoti, njeriu është aq afër Allahut sa është afër me sejdë dhe me porositë, me mirësi dhe me vepra të mira që i bën. Nëpërmjet namazit arrihet bamirësia në të mirë dhe devotshmëria, përhapet dashuria në mesin e muslimanëve. Me namaz ti falesh, unë falem, tjetri falet, lidhen zemrat, shtohet dashuria. Ndërsa ti falesh, antarët e familjes nuk falen, atëherë paraqitet në mesin e familjes çka? Paraqitet një kaos. Prandaj urdhëro familjen tënde në namaz, wastabir aleha, dhe përqendrohu në namaz. Namazi është shkak që i lehtëson vështirësitë. Namazi është shkak pse të falim namaz. Ose mos e lë namazin kurr. Për çka? Se namazi të forcon vullnetin për me bë vepra të mira dhe t'i çel rrugë për me shku ka suksesi. Se suksesi është në dorë të Zotit. Udhëzimi është në dorë të Zotit. Bereqeti është në dorë të Zotit. Mirësitë janë në dorë të Zotit. Rahmeti janë në dorë të Zotit. Këtë kjo arrihet nëpërmjet namazit. E gjithë kjo arrihet nëpërmjet namazit. Bereqeti shtohet me namaz, suksesi arrihet me namaz. Dashuria tek bash i dashur të krijesat me namaz. Prandaj kujdes, mos e lë namazin. I dhënëri pas namazit është njeriu më i qëndrueshëm, sidomos në këtë kohë të fitneve, të pandemisë, ku shumica njerëzve kanë panik, kanë frikë, kanë stres. Ai që fal namaz, Allahu i jep siguri në shpirtin e tij. Edhe din se nuk ka mundësi ti ndodh ndonjë sen përveç atë çka e ka caktuar Allahu. Prandaj gjatë provave namazi të sforcon, edhe në luftë, edhe në varfëri, edhe në sfida të ndryshëm, namazi është faktor që ty të stabilizon dhe të bën të fortë. Namazi është shërim për sëmundjet e shumta të shpirtit, për sëmundjen e kopratësisë, për sëmundjen e kibrit, për sëmundjen e zilies,
Kjo është një ilaç, kjo është një barn shumë funksionale që i shëron shpirtin dhe zemrat e njerëzve. Falë namazin për shkak se nëse mos e lë namazin, se nëse e lë namazin, ndëshkimi është shumë i madh. Thot Allahu në Kur'an: فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ata të cilët e lanë namazin mbrapa dhe nuk e falën, u larguan prej namazin, e da'u salah, edhe e pasuan epshin e tyre, naudhu billah, Allahu ka përgatitur një vend, një ndëshkim, një vadi, një vend ghaja, xhehenem special për njerëzit që e lanë namazin. Ajo është me shije të idht, me një ndëshkim shumë të madh, special për njerëz që nuk e kanë fal namazin. Mos e lë namazin se bash nga dy fytyrëshet. Thot Zoti në Kur'an: "Innal munafiqina yukhadi'un Allaha wa hum khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Me të vërtetë besimtarët janë ata që e tradhtuan, munafiqët, dy fytyrëshet janë ata që e tradhtuan Allahun, ata vetëm vetveten e tradhtojnë. E kur të ngriten me fal namazin, e falin namazin po jo për Allah. E falin namazin për xhamat, e falin namazin për hatër të njerëzve. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe ata e përmendin Allahun veç pak, kanë thënë komentatorët, e përmendin pak vetëm para njerëzve. Jo para Allahut subhanahu wa taala. Shfrytëzoni këtë muaj të begat. Mos e lë namazin kur, falu. Sepse do të lehtësohen brengat, gjithë ne kemi brenga. Atëherë ti shërojmë brengat tona me namaz. Falu. Do të shpëtosh nga dënimi i varrit. Ajo që do të ndërmjetëson dhe të ban dritë natën e varrit është namazi yt, është dritë e varrit tan. Ndriçoj e varrin tan prin këtë botë me sejdë duke i bërë sejdë Allahut. Falu. Do të jepet libri në anën e djathtë e veprave të mira. E naudhu billah, nëse nuk je falës që e fal namazin, do të jesh që në të cilën do të vjen libri në anën e majt. Rruga për në xhennet është nëpërmjet urës siratit. S'mund ta kalosh besimtar dhe besimtare urën e siratit pa e fal namazin. Si vetima mund ta kalosh namazin, urën e siratit, derisa ti e fal namazin me frikë dhe respekt. Prandaj të kujdesshëm, ai që e ka mësuar xhennetit dhe don dritë natën e varrit, don shpëtimin nga varri, don të jepet libri në anën e djathtë, don ta kalon urën e siratit për me shku në xhennet, atë le të fal namazin. Don me hynë në xhennet, falë namazin. Prandaj e gjithë kjo është se rreziku shumë i madh besimtar të nderuar. Rreziku i lërësit të namazit është e gjithë jeta është pa bereqet. Nga fytyra do të hiqen shenjat e mirësisë dhe dritës së nurit të imanit. Ai që e lë namazin pa namaz nuk pranohen edhe veprat. Pa namaz lutja nuk pranohet. Pa namaz je i nënçmuar. Do të jesh i poshtruar, siç ka qenë Firauni, siç ka qenë Abu Jehli, siç kanë qenë mendje mëdhenjt që i paraqitën kibër, kryelartësi. E prandaj muslimani nuk duhet me qenë kryelart. Është duhet jetë modest. Modestia jote, imani jot është me sejdë në Allahun subhanahu wa taala. Llogaria e vështirë, i ngushtohet varri në natën e varrit, ai që nuk e fal namazin. Llogaria e tij do të jetë e vështirë, do të jetë i hidhur Allahu për atë që e lë namazin dhe për fund vendi, stacioni i fundit është ose xheneti ose xhehenemi. Për njerëzit që falin dhe besojnë Allahun është xheneti, Allahun nasip na voft. Ndërsa për ata që nuk falin, destinacioni i fundit është zjarri, Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Elusim Allahun me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu me rahmetin e tij të na mëshiron të falim namazin me frikë dhe respekt. Të kujdesshëm që në këtë muaj të Ramazanit të startojmë dhe asnjëherë mos ta harrojmë namazin, të falim 5 kohë namazit, të largohemi nga brengat, ta rahatojmë shpirtin ton, ta shtojmë bereqetin ton, ta largojmë musibetet, fatkeqësitë me namaz, të largohemi nga veprat e këqija me namaz, ta dëshmojnë imanin dhe dashurinë ndaj madhnisë Allahut. Elusim Allahun e madh me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na udhëzon në këtë fe të begat e pranuar te Zoti, na furnizon me dashuri ndaj tij, duke e ndjekur rrugat, duke i ndjekur urdhrat e tij dhe rrugën e tij, duke e falur namazin deri në momentin e fundit,